Një video e Eglit teksa parukjeri I rregullon flokët po qarkullojnë gjerësisht në rrjet, duke ngjallur reagime mes njerëzve të Big Brother VIP Albania. Në video ndërsa parukjeri kujdesej për pamjen e saj, I tha se ka marrë inat. Egli e habitur e pyeti për arsyeën, ndërsa ai u përgjigj, "Ja s'u kujtove fare për mua." Egli me një herë u mbrojt, duke thënë se jo, e ke gabim, ne kemi folur në telefon. Egli vazhdoi të shpjegonte, unë nuk kam dalë fare nga shtëpia, vetëm kush më ka ardhur të më takoj në shtëpi. Në ato moment dëgjohet një zë nga produksioni që I thot, Egli kujdes mikrofonin. Kjo frazë nezi me një herë spekulime në rrjet, me shumë shikues që e interpretuan si një sinjal se Egli po jepte informacion të ndaluar, duke lënë të kuptohej se ajo nuk e ka lënë fare shtëpinë e Big Brother. Nga ana tjetër fansët e saj dolën në mbrojtje, duke shpjeguar se Egli e kishte fjalën për shtëpinë e saj personale dhe jo shtëpinë e Big Brother VIP.